një nga dilemat më të mdhaja, edhe ne si mësimdhënës e vëmë re këtë gjë çdo ditë në përditshmërinë tonë, sepse tashmë ka një dilemë mes faktit që duhet të transformohet në një farë mënyre edhe i gjithë procesi i edukimit. Procesi i edukimit në kohën e sistemeve inteligjente nuk mund të jetë më ai sistemi klasik ku ne mësojmë një material dhe i përgjigjemi disa pyetjeve mbi një material. Sepse kjo gjë tashmë është e zgjidhur nga sistemet inteligjente, të cilët mund ta bëjnë një detyrë në 30 sekonda, ndërkohë që një person mund t'i duheshin orë të tëra për ta zgjidhur atë. Por pyetja themelore ngelet e njëjtë, çfarë duam që të mësojmë? Edhe mësimi nuk vjen ndoshta vetëm me informacion. Mësimi vjen me përvetësim, vjen me eksperiencë, kështu që ajo që mund të bëjnë studentët, pedagogët dhe gjithë ata që janë në procesin e vendimarrjes dhe të mësimdhënies edhe të mësimdhënies, është që ti përdorin këto si ndihmësa, ti përdorin për të gjeneruar ide, ti përdorin për të kuptuar diçka që është konceptualisht e vështirë, për ta thjeshtëzuar atë, dhe pastaj të përdorin gjykimin e tyre për ta analizuar.